Të nderuar, jemi rikthyer në studio në këndin e personalitetit të ditës apo të ftuarës së ditës së sotme, dhe sot do flasim për artin dhe për të bukurën. Do të ndalemi tek ekspozita e fundit e titulluar Margaritar, volumi 2, i piktores tonë, artistes mirënjohur të Tetovës, që kemi pasur rastin edhe më herët ta kemi në emisionin ton, Arbana Dehari. Përshëndetje Arbana, mirë se na erdhe. Përshëndetje Ariana, mirë se ju gjeta dhe faleminderit për ftesën. Shumë kënaqësi që sot jeni pjesë e emisionit ton. Ju përgëzojmë për volumin e dytë të Margaritar, ekspozita e radhës, dhe cilën e keni realizuar në Kërçov, apo? Po, faleminderit. Ekspozita e parë ka qenë në Tiranë, kemi folur në emisionin e kaluar, do flasim edhe në këtë emision për ekspozitën e fundit, por të fillojmë nga fëmiria juaj, nga hapat e parë në këtë drejtim. Çfarë ndikimi ka pasur në fakt fëmiria juaj në formimin tuaj si një piktore, si një artiste? Si fëmijë, unë nuk kam qenë edhe aq e përkushtuar nga arti, domethënë isha si çdo fëmijë tjetër. E mbaj mend që shkolla ishte ajo që më inspironte më shumë. Domethënë unë kur isha diku mosha 4 vjeçare, isha fëmijë nga dritarja të shkojnë në shkollë dhe i bezdisja prindët edhe unë du të shkoj në shkollë edhe unë du të shkoj në shkollë, dhe kjo ishte arsyeja pse edhe u regjistrova një vit më herët. Edhe kështu, kurse sa i përket artit, unë mund të them se ato hapat e parë në këtë drejtim, unë i kam bërë shkollë të mesme. Do të thënë, nuk kam qenë ai fëmija tipik artist që ka fillu prej shumë i vogël. Unë e kam fillu pak më vonë, mirë po edhe ajo ndihmoi shumë. Edhe shkolla e mesme ka qenë një piknisje dhe më ka ndihmuar shumë, veçanërisht ato orët e artit figurativ. Edhe kështu. Në shkollë mesme ke qenë në gjimnaz, më duket. Po. Gjimnaz ke qenë, kemi foli në emisionin e kaluar. Por megjithatë, përveç fëmirisë tuaj, të kalojmë pak të flasim edhe shkollës së mesme, të flasim pak edhe për studimet. Si e kujtoni përvojën tuaj, apo si kujtoni studimet e juaja, thënë më mirë, në Universitetin e Tetovës, në Fakultetin e Arteve? Periudha e studimeve, mund të them se ka qenë ajo periudha më e bukur e gjithë shkollimit tim. Domethënë, ishim mjaft lirë aty, si ta them kështu po si artist krejt. Domethënë, kur i mbajnim ligjeratat, kushtimisht them ligjeratat, për arsye se ne gjatë orëve mësimore ne pikturonim, apo vizatonim, apo kishim skulptur, grafike, kështu me radhë. Domethënë, ne ishim të lirë. Profesorët na ndihmonin shumë, mirë po edhe na lënin shumë të lirë të punojmë, edhe kishim rastin të dëgjojmë edhe muzikë. Në njerë ndodhë të rishim aq vonë në fakultet, sa që vinte rojtari edhe ju endej këtu jeni, duke pikturu e kështu me radhë, ndodhë të ora 7, ora 8, pastaj ndodhë edhe të shtunë të shkojnë. Ishte objekti lirë edhe ishte qetë ato ditë, edhe prandaj ndodhë të kjo. Mund të them se me vërtet ka qenë periudha më e mirë dhe më e bukur e gjithë shkollimit. Prandaj janë arte të bukura, prandaj janë arte, kjo që e përmendët ju edhe jashtë orarit të mësimit, të jeni pjesë e studimeve e fakultetit. Ju përmendet profesorët tuaj. Ndërkohë unë dua të ndalem tek profesor Reshat Ahmeti, ka qenë mentori juaj. Çfarë ndikimi ka pasur ky profesor në rrugtimin tuaj artistik? Profesori Reshat Ahmeti ka qenë mentori edhe gjatë studimeve deri diplomike, por edhe në master. Më thonë vetë zgjodha atë ta kem mentor gjatë të studimeve të masterit. Reshat Ahmeti ka pas ndikim mjaft. Do të thënë, ai na inspironte gjithmonë. Edhe sikur na kapte atë pjesën ku jemi më të mirë si student. Edhe prandaj, do të thënë, për mua ka qenë një krenari dhe kënaqësi ta kem një artist tillë për mentor, pasi që është një artist i mirënjohur ndërkombëtarisht, edhe të ndjek këshillat e tij ka qenë mjaft mirë. Të flasim pak edhe për atë që ju, fëmijët konkretisht i portretizoni. Pse pikërisht keni përzgjedhur portretin e fëmijëve edhe si temë të diplomës tuaj? Portreti i fëmijëve më ka ndjek që nga studimet. Do të thonë, në fillim u vendosa tek portretet apo tek figurat e njerëzve. Mirë po pastaj sikur desha ta kap një periudhë, një moshë të njeriut që do më përshtateshte më mirë. Fillova me të rritur, me pleq e kështu me radhë, mirë po fëmijët sikur i shfaqnin emocionet dhe ndjenjat e tyre sinqerisht. Me thënë, gjithë i dim se fëmijët nuk mund t'i fshehin ndjenjat e tyre. Një rritur kur buzëqesh,
mund t'jetë edhe i mërzitur brenda, po nuk mund t'a vresh. Kurse te fëmijët është pak më ndryshe, ata janë shumë të sinqert, janë naiv, edhe mund të them se shprehin shumë lirshëm ndjenjat e tyre. Prandaj edhe kjo ka qenë si inspirimi im më i madh për të vazhduar këtë temë. Megjithatë, të flasim pak edhe për magjistraturën. Në temë të magjistraturës kishit figura e fëmijës, pasqyrimi i varfërisë. Si arritët të shfaqni këtë empati përmes artit? Te pikturat e magjistraturës, unë vendosa që në fakt këtë cikël erdhi prej momentit kur shisha fotografi të fëmijëve duke qarë. Pastaj ta kapi vetëm mërzinë si emocion, sikur nuk mu duk mjaftueshëm, edhe desha t'i vendos në një rreth social që me të vërtet do ketë pak më shumë ndikim. Edhe tek unë, por edhe te njerëzit për rreth, edhe sikur vendosa aty, u ktheva në një temë sociale, pak edhe me ndihmën e mentorit, normal, me një temë sociale varfërinë. Për arsye se pikturat e mia, unë i kam paraqitur në ambiente edhe në rrethana shumë të errta. Do të thënë, ka qenë ajo errësira e ngjyrës që e ka paraqit atë ndjenjën jo të mirë të situatës, pastaj edhe ato grimasat e mërzitura, apo ato teshat e grisura e kështu me radhë. Do të thënë, kanë qenë shumë detaje, unë për secilin detaj jam përkujdes me vëmendje që ta jap mesazhin e duhur dhe të ketë ndikimin e duhur. Apo më pëlqen të përmend edhe pse tashmë nuk ka, mirë po më pëlqen të përmend edhe një pikturë që e kam bërë një vajzë të vogël duke mbart një gur. Do të thënë, është ajo pesha e rëndë e situatës, por edhe ajo sakrifica e madhe që duhet bëj një fëmijë shumë i vogël për të mbijetuar në rrethana jo të mira. Sigurisht shumë e bukur simbolika edhe e kësaj pikture, por edhe e fëmijëve. Njëkohësisht dua të flasim edhe pak për modelet e portreteve. Si zgjidhni modelet e portreteve që i pikturoni? Unë modelet i kam zgjedhur edhe nga fëmijë në rrethin tim, por edhe nga interneti. Do me thënë, varësisht për disponimit tim dhe çfarë emocioni dua të paraqes. Në qoftë se jam e mërzitur diçka, apo jam shumë e lumtur, unë e zgjedh atë emocion. Dhe kështu mund të them, kërkoj fotografi në telefonin tim ose në internet, edhe cila fotografi mu përshtatet më shumë atë e zgjidhni. Po, atë e vendos. Të flasim pak për ekspozitën tuaj të parë personale. Cila ka qenë dhe ku është mbajtur? Ekspozita ime personale ka qenë në Dibër, në Qendrën e Kulturës, në Dibër. Ka qenë, do me thënë, ka qenë hapi i parë. Hapi i parë që nga ekspozitat kolektive, ku fillova të mbaj në edhe ekspozita personale. Ka qenë, mund të them se përkujtoj me shumë nostalgji, po. Ka qenë hapi i parë në karrierën tënde, në rrugtimin tënd të karrierës, dhe sigurisht ka qenë i suksesshëm, pasi ke pasur dhe shumë ekspozita të tjera dhe shumë suksese pastaj në rrugtimin tënd profesional. Po, mund të them se ka qenë i suksesshëm, mirë po, më kujtohet si zot ato emocione që i kisha, do të thënë, veçanërisht kur duhet të dal aty të flas para publikut, pasi ishte mbush salla, edhe Dibranët mund të them se kanë mirë prit shumë ekspozitën, kishte mjaft mysafir. Dhe më kujtohet, fillova dridhem aty. Nga emocionet, Nga emocionet, thash se ishin momente shumë të mira dhe shumë të bukura që i kam përjetu. Ekspozita e parë në Dibër, pse pikërisht Dibrën keni përzgjedhur për ta bërë ekspozitën tuaj të parë? Në fakt, unë për atë vit i kisha përcaktuar me 2 ekspozita, edhe në Dibër edhe në Tetov. Mirë po, ja që ato marrëveshjet për orare që duheshte, u vendos që para të bëhet në Dibër. Po, edhe kisha ftesë direkte prej drejtorit të Qendrës për Kulturës atko që ishte, se tani është në pension, mos gaboj, zotri Zinqe. Edhe prandaj ftesa ishte që në fillim të mbahet në Dibër. Pastaj edhe në Tetov. Po, mirë po ishte, thash, ishte një eksperiencë shumë e bukur. Po ekspozita Margaritarët në Tiranë, si u prit nga publiku? Volumi i parë në fakt i kësaj ekspozite. Si e priti publiku? Margaritar ka qenë ekspozita e parë ndërkombëtare. Dhe me thënë, ishte projektimi i parë që e bëra jashtë shtetit dhe ka pas, e kanë prit shumë mirë, mund të them.
Do me thënë, ekspozita është bërë në institucionin e Maqedonisë, është qendra informative kulturore e Maqedonisë së Veriut në Tiranë. Do me thënë, kaloi shumë bukur, edhe drejtoresha që ishte në institucion, edhe njerëzit që e vizituan, do me thënë, për mendimin tim kaloi bukur. Ishte pjesa e parë ose volumi i parë në Tiranë i ekspozitës Margaritar, kurse pjesa e dytë është kjo e fundit që tani keni realizuar në Kërçov. A mund të themi pak se çfarë dallon, të na flisni pak se çfarë dallon nga ekspozita e parë ose volumi i parë i Margaritarëve dhe kjo pjesa e dytë? Pikturat që kam pasur në ekspozitën në Tiranë, disat kanë qenë edhe në Kërçov. Me thënë, i kam përzgjedhur ata më të mirat. Për dallim nga Tirana, në Kërçov i kam pasur gjitha pikturat të 2 viteve të fundit. Viti 2024 dhe 2025, dhe me thënë kanë qenë të reja, edhe ka qenë diçka më risi në krahasim me ekspozita tjera. Për arsye se unë gjithmonë mundohem që t'i përziej nga pak, për arsye se dua që publiku ta ketë parasysh gjitha etapat e karrierës time, duke filluar nga ato pikturat pas diplomimit, apo pikturat pas masterit, e deri më tani. Do me thënë, unë e kam qejf që me një farë forme të tregoj edhe ato ecurin time artistike. Por cilat teknika e ki përdorur Albana më së shumti në ekspozitë dhe për çfarë arsye e ki përdorur ato teknika? Unë gjithmonë piktore me ngjyrat vajt. Ngjyrat vajt të lejojnë dhe na ndihmojnë shumë për të arritur tekstura, efekte që me të vërtet me ngjyra tjera nuk mund t'i arrish. Do me thënë, ngjyrat e vajt në krahasim me ngjyrat akril thahen shumë më gjatë. Edhe në ato momente kur është ende ngjyra e lagët, mund ende të bësh përmirësime, mund të krijojsh teksturë, mund të krijojsh efekte të ndryshme që realisht ngjyrat tjera nuk e lejojnë. Për shembull, kur pikturon me akril, ngjyra thahet përgjysore. Edhe tu punu diçka ajo pjesa tjetër është ta, kurse ngjyra vaj shkon deri 3 ditë. Derisa thahet krejt piktura. Prandaj edhe ndihmon shumë në ato arritjet që dua, ato teksturat apo qëllimet që do t'i arrijë. Të flasim pak edhe për mentorin tuaj e përmende që keni pasur frymëzim, por megjithatë ndonjë artist tjetër, ndoshta ndërkombëtar, që ka qenë frymëzim i punës tuaj. Ke pasur ndonjë të tillë? Kjo pyetje është si të pyesësh ngjyrën e preferuar. Nuk mund të them një, me vërtet, do me thënë për mua frymëzim, si fillim ka qenë Van Goghu, pastaj është Rembrandti, pastaj është Leonardo da Vinci. Do me thënë janë shumë. Janë shumë Eduard Munch nga ekspresionizmi e kështu me radhë. Unë mundohem që të zgjedh më të mirën e shumicës. Ato jo të them më të mirën, po ato që më përshtatet mua më shumë. Duke marrë ato lëvizjet e impresionizmit, duke marrë ngjyrat e barokut, të Rembrandtit, duke marrë atë potezat e brushës të Van Goghut e kështu me radhë. Me thënë, ajo që më frymëzon mua janë gjitha nga pak. Mundohem që përfshi dhe ta gjeja gjuhën time artistike, atë që më përshtatet më shumë. Përmendëm pak më herët Albana fëmijët. Çfarë ju emocionon më së shumti në fytyrën e një fëmiu që e pikturoni gjithmonë, apo që e keni si subjekt të pikturës tuaj? Në pikturat e fundit, mund të them këto pak më të fundit, viti 2025, se më herët ndoshta edhe jo aq, por kanë qenë sytë. Gjithçka mund të shohësh te sytë e fëmijëve. Në momentin kur është i mërzitur, apo në momentin kur shikon ashtu me kurreshtje, apo në momentin kur buzëqesh. Do të thënë, gjithçka është ai ndriçimi që e kanë sytë e fëmijëve, ajo shkëlqimi, edhe mundohem maksimumi që ta paraqes edhe në pikturë këtë. Të flasim pak edhe për ekspozitat kolektive. Ku ke marrë pjesë me ekspozitat kolektive? Dhe cila është më vështirë, personale apo kolektive? Normal që është me vështirë personale, pasi... Se përgjithësia bie mbi ty komplet. Po, komplet dhe duhet të kesh më shumë vepra arti, kurse me ekspozitë kolektive marr pjesë me një vepër arti. Përgjithësia dyfishohet. Po. Të gjithë nga pak kanë atë stresin e ekspozitës. A kështu personale duhet vetëm ti të përballesh me ta. Po, ashtu është. Në Tetov, unë gjithmonë marr pjesë, domethënë mundohem mos i ke asnjë ekspozite.
varsisht tash pak nga mundësit. Mirë po, edhe në Gostivar, është ajo ekspozita çmimi nëntori që e mbajnë çdo vit, edhe aty jam munduar të marr pjesë çdo vit. Ka marrë pjesë, këtë vitin e fundit, ka marrë pjesë edhe në shtime, në një ekspozit që jam mjaft krenare që kam qenë aty, edhe falenderoj organizatorët për ftesën. Ka qenë ekspozita e 15 janarit për rastin e masakrës të Reçakut. Edhe pastaj ka marrë pjesë edhe ekspozita online, ja vlen përmendet, se jo, ekspozita online në Turqi, në Indi dhe Tajland. Ka qenë edhe ajo eksperiencë e bukur, pasi që ishte ajo periudha e pandemisë, edhe ne artistët mundoheshim me çdo kusht të bëjmë diçka, pak ta thyejmë atë monotoninë që kaloi njerëzimi në atë periudhë. Edhe kështu. Në këto janë ekspozitat kolektive. Të ndalemi pak edhe të flasim për ekspozitën e fundit, e cila kishte të bëjë me titullin Margaritar, volumi i 2, e cila u realizua në Kërçov. Si kaluat në këtë ekspozit, me çfarë punimesh u prezantuat? Këtu mund kemi disa portrete të fëmijëve, të cilët i ka pikturuar vetë Arbana, ka shumë dhe secila është më e bukur se tjetra. Të përgëzojmë Arbana për punën tënde dhe për ekspozitën. Të flasim pak për këtë ekspozit? Si kaloi? Kjo ekspozit gjithsej kisha të ekspozuar me 21 piktura. Gjitha, siç thash edhe më herët, gjitha janë në teknikën vaj në pëlhur. Edhe mendoj se u mirëprit shumë. Këtë ekspozit e organizoi vetë institucioni. Më thonë, unë vetëm kam dërgu pikturat dhe për pjesëmarrje. Organizoi institucioni dhe u mirëprit shumë mirë. Pse pikërisht në Kërçov e përzgjodhe pjesën e dytë? Kisha ftesë për institucionin edhe veçanërisht kuratores të ekspozitës zonja Valdeta Ibishi. Falemnderoj për ftesën dhe falemnderoj gjithashtu edhe gjithë stafin që mundsuan këtë ekspozitë. Shumë të bukura në fakt, thash pak më herët çdo pikturë më e bukur se tjetra, e cila ka të bëjë me fëmijët, që e ke edhe si subjekt në pikturat e tua. Nga kush u përkrah kjo ekspozitë, Arbana? Nga gjithë ekspozitat e mia, do të thënë deri tani janë bërë 4 ekspozitat personale, gjithë janë përkrah nga Ministria e Kulturës dhe Turizmit. Të vendit tonë, sigurisht. Çfarë plani keni për të ardhmen? Do të vazhdoni në këtë tempo siç keni filluar kështu me ekspozita dhe mos ndaleni? Besoj se po, pse jo? Po mirë po jetës nuk i dihet. Plane për të ardhmen, tani për tani dëshiroj që të vazhdoj edhe pak me ekspozita personale, pastaj shohim. A do të vazhdoni të fokusoni edhe më tutje tek figura e fëmijës, apo planifikoni të eksploroni edhe temat e tjera? Tani për tani jam e vendosur te figura e fëmijës. Dhe do të vazhdoni këtë drejtim? Besoj se po, mirë po do kisha dashur në të ardhmen të eksploroj edhe një temë tjetër. Pasi që figura e fëmijës e ka atë emocionin e vet, atë që më pëlqen më shumë, emocionin e vet, edhe prandaj jam vendosur për momentin te figura e fëmijës. Mirë po, pse jo, do kisha dashur edhe tema tjera, por hap pas hapi. Duke filluar njëherë me një pikturë në ekspozit kolektive, pastaj pse jo edhe me ekspozit personale, pasi që me vërtet për të përgatit një ekspozit personale do kohë dhe mund. Mund të them se me muaj duhet pikturosh edhe duhet punosh për të realizu një ekspozit personale në atë nivelin e duhur për mendimin tim. Mirë po, tash, pse jo edhe me tema tjera. Përmendem ekspozitën kolektive, të flasim edhe pak për ekspozitën kolektive. A mendoni që ndryshe komunikon arti kur prezantohet përpara një publiku ndërkombëtar? Qofshin ato edhe ekspozitat online? Po, mendoj se priten bukur. Gjithsesi, unë nuk mund të them se në Republikën e Maqedonisë nuk janë prit mirë, janë prit shumë mirë, por edhe në tregun ndërkombëtar është pak më e vështirë, për arsye se konkurenca e bën vetën normal, se si që unë jam prej një shtetit të huaj, jam pjesëmarrëse, gjithashtu edhe dikush tjetër është pjesëmarrës. Mirë po, mendoj se ajo konkurenca e bën ende më të bukur. Porosia për në fund, ose mesazhi për të gjithë ata që duan artin, ose ata të rinj që duan të merren me art, çfarë do i kishe porositur, çfarë duhet kemë parasysh në këtë rrugtim,
sepse tani ne jemi përvojë, je shkolluar në këtë drejtim dhe mund t'i këshillosh apo t'i porosisesh të rinjët. Nuk mund të them se kam shumë përvojë të madhe, domethënë jam ende ekspozitat e bën veten edhe shkollimi yt, emancipimi yt ka të bën profesioniste në fushën tënde. Po, mirë po, unë vazhdoj të them se jam ende në hapat e parë të karrierës. Gjithmonë ka nevojë për më tepër. Po, patjetër dhe unë gjithmonë do t'i këshilloja, nëse me të vërtet e don të vazhdosh një profesion edhe të bën të lumtur ai profesion, mos u ndal. Për arsye se gjithmonë, familja e ngurë gjithmonë ka përkraut, kjo është e mira, kurse zakonisht prej të tjerëve, jo, arti nuk ka perspektiv këtu te ne, jo, ku e di çfarë shumë muhabete, mirë po, mund të them se kur punon fort, kur mundohesh për atë që me të vërtet dëshiron të arish, e arin, ja vlen. Albana, unë falenderoj shumë që sërish ishe pjesë e emisionit tonë për të folur për ekspozitën e dytë ose volumin e dytë të margaritarëve. Të mirpresim sërish me ekspozita tjera, me suksese tjera. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe njerë për ftesën dhe ju falenderoj shumë. Kënaqësi e jona që të kishim sërish në emision. Të nderuar shikues, ishte kjo pjesa me të ftuarën e ditës së sotme. Kemi folur sot për artin, për të bukurën, për ekspozitën. Vazhdoni të qëndroni dhe më tutje me ne, rikthehemi pas pak në pjesën e fundit të emisionit.